A jena gati? Ali, Bekim? A jena gati? Regjia? Apo fillojmë me podcastin, inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, selam aleikum. Jemi në podcastin Merfrim e martë, si çdo të martën në orën 22. Pikësori falenderojmë sponsorët tonë, të cilët momentalisht i shihni përpara ekraneve tuaja. Çdo kush që është interesuar mos me na sponsoru dhe me na ndihmu neve dhe ekipi ton 6 antarësh, mund të lirisht le të lajmërohet në telefonin të cilin e shihni për momentin para ekraneve tuaja. Kurse misafir sot e kam Muharrem Qailin Memi mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si po kalon? Faleminderit për ftesën. Me klasi e mora ftesën nga ju. Allah ish përbleft. Amin edhe ti, inshallah. Jemi në sezonën e verës. Këngëtarët tash janë full. Zanda me shumë zanda, u don. Kënë shpinen. Këtë shpinen. Ti e i njohur këtë njohë mije emblem e Gazibabës e Qairit Shkupit, po edhe ma larë këtë njohin, elhamdulillah. Na njohin për mirë, inshallah. Inshallah, po. Ti apo të fillu, do më thonë, kur fillove kështu me kënu? Spari ka qenë viti 95, ti sona. 1995, po. Ka qenë atëre fillova albumin e parë, pak arita kush është ky djalë. po. Edhe kura e mbarova, fillova ditën atër në burgizi, edhe atër ndezi shumë. Burgizi ka dhejës, edhe sot kësoj dite? Po shkon, Allah nuk harrota, jo. Edhe këtë në për burgj dhe shka në kete nga? Shumë, po, shumë. Jo, vitë më qëni në Kosovë, Krejt, po, alhamdulillah. burgizi. Po, ka pas tem mirë, jo që do me thonë edhe fjali, po. Do me thonë, edhe ka pas tem, edhe teksti e konë i mirë. Ka qenë ai atëre zotri Agron Berisha, ka qenë i këngëtar. Baba Meriton. Po, Meritonit, po. Dhe me thonë, di album, sa albume keti ki posë kështu në karjerë? Ma shumë se mune 30, mune 30 i bërim të atleseze 25. 30, po. Edhe masej 5 filma i kam pas, fillova me filmat, edhe me filmat arita. Kina me tonë edhe të film, dhe me thonë një pa e shku dhe i bërim të atlesezit, ha? Edhe po lotit edhe kretë. Me Allah Pak shoka se. Po dhe filmat, po. interesant. Ibrahimi kur mur vesh ta ku shoki njerë. Filmat, që që bëjshi që do filmat? Po filmat, me ka merë thjesht, ka qenë Toska atëre, televizionit Po, Toska. Hadi fillum 1, 2, 3, edhe ndezi. Ama ndezi, shumë interesant të kohë. Dhe më nuk ketë, Memi, kur të epizodat tjetër. Neshim mas taravije, falqit taravin qetore, ketë qoshnija Memi fillon, i lishin dominat. Edhe interesant që aktor ka pas bashkë të teatrit Shkupi. Ke teatrit, veç në amater. Veç në amater. Po. Aman, po, Luisha. Aman. Sa epizode i pa të film? Po, 5 kishte fillu 6, aman atëre erth edhe ullzimi edhe. Atër pak edhe ndrojet nona edhe ma diqka. Allah më shirë. Amin, e rej edhe ndërpreva se shumë kusho refugjat vishin Kosova, shka vëshin sëno. Shkëshe i shifsha atje në aton, keton me imi ka ardhë, sa pa dojtë pisa parë burgit kojshin. Po, interesant. Ka pas, interesant, me një kamerë, beta kamerë kohën thjesht, aman shumë shketje. Ama dhezi filmi, po. Dhezi, alhamdulillah. Më intereson, kështu në përdorës, ma ki morë pjesë? Mirësha pjesë, ku dojsha shkësha. Po zirë, ajdi s'kam pos iftjashe, si mi thonë, kisha dugojet e mija dhe sot e kam, nuk kam qenë invërd, suna qëkaj këtu. Nëse lasha mirë suna e njof, ose nej, mirësha pjesë, se kam pos edhe koncerte, kënish mina për Shqipëri ma shumë. Edhe në Shqipëri? Po, restorane, po, kënish mi atje, në kur shish mi pushim. Mara e ma, Allah ishallah na falë. Po. Alhamdulillah. Jo, ka dalë, nuk kam me të vetë për kongën, për karjerën e kongës, do më thonë, Tarsma, kështu, tak-tok, do më thonë. Tak-tok, po, koncerte kishmi shkrim në Kosovë kemi pas shumë. Koncerte, po. Diaspor? Diaspor, po, në Zvicër. Zvicër në Gjermani, po. Ka sa u paguisha atër, ma shumë interesant. Ka pas. Po, ka pas. Vike njoni të kënë, në mëra tha me kënu. Tha vesh të vishtar ti të cilë. Prezent jesh. Po, këngëtor ka do të këndoje ti vesh ti jesh ta në prezent. Këtu në sat lipish, vesh në stall, ti e sjell publikën ke emër. Po, vallaj. Do më thonë, ka pas pare? Shumë ka pas, ama nuk isha se edhe disha atër kisha edhe panik në aeroplan, po kështu. Po, i ki refuzu udhëtimet.
ishmi në dyqan, edhe e kishmi një agjibabi të ishmi edhe jo arrin dyqan, mos shko, se kish merak me knu. Po valla. E që ajo, po. Alhamdulillah, vendasht. Alhamdulillah. Kur filloi, domethënë, udhëzimi në Islam? Po shive se unë pina të pesën, alhamdulillah, unë namazin nuk e lo. Po dhe, ma i men në Sultan Murad. Sultan Murad, po falë edhe derset e doktorit Zokira Bajramit. Ati e kam qenë edhe si muezin. Po dhe, thyrë që e zonë? E zoni, po, masaj fillova ati muezin, e në për gjamia tjera, e kështu. Edhe në 2008 e lash muzikan. 2008 e lash muzikan, edhe ma fillova. I lajet për qef, i lajet i bëj, ta din që i memi nuk në kong, nuk jam i mvartë. E qartë. Po, shkon të ku shkon një akik për qef, një deshamir, shkoj, a kështu në tham, shumë këmë frafezu valla. Bashi kalzova dhe një vlove, tash, një vla tha në Amerikë, një sineti, kam tash, valla be, tash, kisha ardha, më tash kampanik në aeroplan. Po, edhe, tha, kisha dëshirë ti, tash, fandere shumë. Edhe udhëzimi, dhe më thonë, 2008 po fillova ma dhe më ardhan, alhamdulillah, Allah i ka ndoj udhëzën, s'ka ku shumë kënë unë, s'ka ku shumë udhëzën. Allah i shet në zemër që pak diçka, nëse ki diçka dashni për Allahin. Unë e kam dash islamin për në kohë, kam pas merak. Si thati përpada edhe fëmi një gjumon, një aksham, një asi, nuk në like baba. Aman, pina dhe pesën edhe hitin matë fort, edhe atëri i rufëzësha. Jo ders, jo ati, jo sa dolloj, jo këto, jo hoxha, tengu, ligjerata. E më men se dolla Bajrami i pat majt 5 derse për muzika. Për muzika, nuk konë 12 ditën e kemi qenë ati bashkë më prezent me atë më Ramadanin. Po, një pash ligjeroj edhe kur e thatë, edhe për muzikën edhe mo. Që ti edhe Ademi e la muzikë? Po, ishmi bashkë. Edhe pat pas edhe derset e muzikës edhe e pat regu një gjarjen e dikin e pengameri që ati shumë na umisenjoj. Po, dhe po. Një pash, po. Alhamdulillah, Allah ish përbleft edhe hoxha lartë edhe kret kanë bë edhe. Edhe hoxha inderuar Bekir Alimi, edhe këtë kanë pas çdo hoç që ka kallzu për mirë. Alhamdulillah, Allah ish përbleft kret. Po, dhe po. Dhe më thonë, mas i udhëzove jetës vazhdove këtë një jetë tre. A kishe paragjikime nga di? Kish paragjikime, po. E kalon të kush që kështu, e kalon se bep kësaj, e kalon se bep asaj. Është do kush Allah e di një jetën, aman. Që kime boti tash e kelon muzikan, ku kime on ka rëskin Allah ta ka caktu para se me unë lind. Ma shpet vjen rëskin se e gjeli. Allah 99 herë kur anë thot, une jau për rëskin, shetoni njerë frikë. Shikoni thot shpenst, dalin uritur vinë gopor kush i fshen. Allah e dhul gjelal. Edhe ma shumë, edhe ma i knash janë sumë, pse ki ko me familje me dal, ki ko me falimendru Allahin, ki na masabojt, atëras në masabojt, vishe pi darsmes direkt në shtratë, pi darsmes kur du ta falimendrojsh, po me ta mor Allah i shpirtin. Subhanallah, po Allah i ka desht. Alhamdulillah, thësha ma shpejt ti kri, ti bëj edhe, se me zonë vekja, subhanallah, i landim, se i si e tonë vdes, hadithi pejgamberit, si vdes në të gjallës për Allahut. Me janë do këngëtar që e din hakon, do më thonë, e din që i kështë në e këne, më thonë, shkaku i pareve, se pelo. Qëfar mesajë i kështë thonë? Ska argument për atë. Ata s'ka punë mirë me caktimin, si do më thonë. Me kaderin, pa. A i frigohet për rëskit. Frigohet që thot me lanë që ka të bëj. Shumë këngëtari veti, mës me për mene emnin, thash lene me mirë, 5 kona mas falë. E dija më që ka të bëj. Që ishka dhe bëj? Shumë parë në dorë të mërë? Po 5.000 euro nata. Po 30 dorës më për një asap. Edhe që ati e frigohet. E si e kështë këshilukit? Këshillu inshallah le. Inshallah le, s'ka pi aromi, s'ka ajer. Po dhe. Vjen halal, vjen pare. Vjen pare, ja. Mos i ushqeni, nëse ushqeni pi aromit, edhe e vladit del haram. Të pejgamberi selam, e ushqeni pi halalit. S'ka larat e fit dunja, s'ka rat në dunja, veç namaz. Po. E që në du me të nalë pak, ama pak zgjerohë. Si ndjehet memi kur është në namaz? Namaz dësh me dhe knatësi, thënë si kur peshkin nuj që gjenë knatësin. Knatësi e madhe, kur tish namaz, i e para Allahit ma e le dunjon. Allahu ekber, Allah është ma i madhe, edhe fillon, knatësi e madhe. Shumë, shumë a mirë. E nin, s'ki as dert as kur gjohet, di që para kujdel, para kryusit. Ta mundëson Allah i del me falë sabajn me gjemat, ku ka ma knatësi për 1 miliard njerëzive Allah i ty të ka zjedh. E braktis gjumin, e braktis familjen, kur o njeri ma i fort, kur i mshon i orgonit me kam. Lezeti ma i madhë kur anë gjumë. Gjumë, po. Qaja.
Ço krijuesit. Ka shumë njerëzi shkojnë e çelin dëgjonin e lipin rrezkin, nuk dolin njerë të lipin rrezkin të Allahu, se është dhe mandej. Po fale sabajnë edhe shpërndojnë që përfaqen e tokës lipin rrezkin. Shkon punë, ani. Ka më shumë bindjen. Shumë vetat, s'ban me thoni, e di kur i thras sabah, dhe veç le mesazhin tam sabahin, ato ne lexojnë kur çon 9 saat e kishinim kisha thirr. Inshallah Allah na drejtose. Allah na udhëzoft këtë. Këtë se si na konkret mirë. Pa. Memi, tash shkaj të bom me jetën tonë, kështu punon. Punojmë ka pak. Kini dyqan apo? Po, kam dyqanin. Në pazar apo? Po, në pazar, një dare halal timis, me vlat, kështu ne pa, alhamdulillah. Sa fëmijë ki? 3. Një vajzë ditë jem, vajzën e kam martu, jam baba bëgjish. Mashallah, për herë kanë baballak, se dhe në Kosovë. Babalak, kur dalatin e, alhamdulillah, edhe ditë jem e kam. Qikën e kam martu, edhe ditë jem e kam Muhammedin madhin, alhamdulillah, Allah inshallah, i ban këtë, Allah i vudhash atinve që s'ka ne vlat. Se gëzimi ma i madh. Se Allah thot kujt do jap, kujt do si jap. Inshallah Allah i shpërnizon kretëve me vlat. Se kënaqësia më e madh vladi është. Edhe vladi është edhe fitne, aman. Po. Si memi i edukon fëmijët në Islam? Jo veç në Islam, po në përgjithësi si i edukon. Ti jemi shembull për tjerë, Po. Pikës pari dush me fol për Islam, për namazin, po dush me thonë për respektin e prindve. Çfarë ti ken për rrugë të hajrit, që të, si me thonë, falin namaz një, të respektojnë nën e babë, shkojnë të rrugë të hajrit, të ndjekin rrugën e pejgamberit alayhis salam, mos shkojnë në harame. E që ajo është, kënd në udhëzimi është veç në Islam. Nëse je në Islam i e Keti ki. Po, merri dy udhat, një udhë e Allahut, një udhë i shejtanit. Merre këtë rrugë të Allahut pejgamberit, i e në hajër. Shkon shejtanit i e shkatrim. E kush e ndjek thot, dy vëllat dy gjona, Kur'anin dhe Sunetin. Kur je në Islam, si tham, i ki ketë, po më kresorën e ki ahiret. Ahireti, po. A ti s'ka fund. S'ka, po. Nëse eviton xhenetin edhe më je fituesi i më i madh. Memi, në haxha ke qenë? Numre jam kon djerë. Inshallah, po. Allah na mundsoft. Po, tash keve. Po, alhamdulillah. Me shenollin, me... Po, me shoshni jam kon, po. Metin, si kalove? Alhamdulillah, 2019 jam kon mirë, edhe me Afos Alilin jam kon, me Hoxhën Ismail. Kemi knu Kur'an për udhë, kena knu ilaje, jena knaq. Edhe shtaj kem, alhamdulillah. Allah na mundsoft haxhin. Kresorit ta bëjmë. Edhe mu ma mundsoft inshallah, se edhe unë jam pa haç. Për jevanoti, ti mundesh moti me kon. Po disa thënë Allah ku të thira. Po Allah kur tire, po. Kur të bëhet ajo natën e 4-it. Sa i, po alhamdulillah Allah na mundsoft. Amin. Po ndova valla. Amin. E ceka Vëzalili. Po, Vëzalili. Shumë kam qef me ditë diçka për Vëzalili. Kam e thirr në podcast inshallah prano. Na ka knaq. Po. Ka zë që sa fol në përgjithësi për Vëzalilin. Vëzalili vallahi Allah e rujt, Allah e dha shnet. Tash për tash Allah e rujt edhe zonin, ai ka po davet. Se ta 40 vite than një pash. Po, da. Kur të thike Sabahin, ki shkon edhe Sultan Murat, ki shkon Mukabele. Si ma herët, po. Zoni ati edhe Sabah, kur edhe mus me dal që ke, e thirë ke, qatë që e ka pas, dhe të ke kursum ka i Sabah, se di sa vjetë. Po, da. Subhanallah. Sa vjetë asot, nëse shumë i dilën të dalë. Wallah, Subhanallah. Me tjerë xhallar si i ki kontakt. Alhamdulillah krejt bëjmë me ketë mirë suno. Ketë po valla. A ketë xhallar të mirë janë. Po që ne s'bëjmë. Se ai s'bën, ki s'bën, am ketë mirë. Ai që e do Allahin, ai pejgamberin s'mund me koni keq. Po da. Një fjalë të këshillon, o xha ban kështu, a ban kështu krejt. Allah i rujt. Shikir që i kemi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Po më shumë se thot jam mësu me Mollazekën pas, i thënë Allah i rujt pak më i moshuar aman. Kena mësu shumë pjati. Shumë vjet jam kuan atje. Po, e marrë menon kur shkesh mi për para të gjumot e Mollazeka, me imi ati. Po, mushke njerë poshtë. Po, e njerë kësesh me edhe pi murit. Po, ta njerë i full njerë të poshtë ku ashtë ajo. Si kënë maru ati. Po, pi Mitrovice. Vishin për gjumot e Mollazeka. Vishin 2 natës e venin e zishin për namaz, për Bajram. Po, 2 natës. Stek për lës po du me po paralelu, sikur shtesh, kur i dëgjej do lojme në koncert, edhe i shkojnë para vokë. Shkojnë që koncert, atin e shkojnë 20.000, 30.000, 50.000 vetë, veni djetar 3 vetë mrena.
Po, ves. Subhanallah. Shkon e pagun sa duhet, amak kongën bakshish. Ti shkon e kënon hakik, e kënon i laje një pjesë koronit, s'ka problem në mësimer. Ti ishti në zarf kur i qella ti 5 euro. Ka bëvaki, po vallaj. Ka bëvaki. E qella ti s'ka problem, ati më shumë je ke dhon ati gjeme sinet paret. Po. Nuk ka dhe. Si ki raportet me kolekt? Ish kolekt për para, këngëtarët? Po. Edhe me ilaist, a më njerë po flas me këngëtarët. A ki të një raporta? Po, i kam edhe bisedoj, mu më dojnë shumë, se edhe unë jam, edhe korta qeli kam ato, se ndë me thonë, më dojnë edhe ju kanë dimu edhe më kanë dimu edhe. Ndash këngëtarët, ndash ilaistat. Ju bëj ta vetë, bisedojmë, e kuptojnë hakin. Inshallah, thëjnë, inshallah, se refuzojnë. Sona se nuk e refuzojnë, po, a tjetëri thot, valla kom fillu namazin, elhamdulillah. A tjetëri, inshallah, Allah i thot, ma gjeni pun tjetër, që ta largoj këtë. Po, tash, inshallah, valla. Me kam për shembull? As do me përmend emra. Po kret janë. Çe cilën dushti? Po se di. Po kret janë këngëtarët. Si me thon, ndashiki e këta, ndashiki Bekim, ndashiki Adnan, ndashiki e këta të shkupit. të shkupit, po. Këta janë mashallah, këta këtë falin namazin. Alhamdulillah, po Allah i rujt. Po. Amen. A me ilaista si ki pun? Po dhe me ilaistat për Ademin Ramadan. Allah Ademin, mashallah, Allah i rujt, edhe ai ka bo davet, edhe bisedojmë, takomi në tribun, Nusreti, po, mashallah, kanë bo davet. Alhamdulillah. Po, alhamdulillah, shikir që i kemi, Allah i rujt. Amen. Qaj është. Se ke porzit prindrit. Prindrit nuk i ke gjallë, Allah i pasu shumë. Amin, këtë muslimat. Nona pa dek 12 ditën, 54 vjetë, baba para 5 vite që tërë kur kjo pandemia, për një ditë shkoj. Allah i më shiraftë. Amen. Si ki pos raportet? Me nanën? Me nanën shumë. Me nanën nuk së nuk frita shumë, se e reka dek, me bama një pas sikur me vla. Se kur s'ma ka prish edhe kur s'm ka vikat edhe kur s'm ka. Subhanallah, Allah i më shiraftë edhe kanë qenë namazli valla. Valla, sidomos nana ma. Çka është pasuria më e madhe? Më e madhe, po valla. Se shtëpia pa nanë thonë si hona, si qielli pa han. Po. Unë shumë që u përbon më 2 vjetë, 1 vjetë e diçka që ndërjet në ime. Vallaj, më shira, po, shumë alëm më të e këshirë menin. Po, mërzije madhe, vallaj. Mirë po, në ngushlon fakti që kanë qenë musliman. Musliman, që ja kur e shoh, e di se kur tirke sabah, biket me mjajtë sabajnë, në erë më biket një gotë qumshtë, bje nana, e se në gjami, subhanallah, dhe më shiraftë. Edhe shumë edhe në atë kohë, edhe pse s'kan lexuar shumë Kur'an, kanë ditë edhe shumë kanë ditë për menç, po. Valla. Ç'kën ngushlon? Ç'kën ngushlon? Se në dunjon xhenet e keni nënën, edhe babën. Elhamdulillah, inshallah. Ç'kën të jap një qetësi. Sa i ki prind bereqetin e ki. Po, nda. Si shkën mas i ubet. Po, vallah. Se dhe xhenetin kom të nonës. A ki menu në ilahi me bon për... A ki bon për nonën? Kom pas edhe për nonën, kom pas edhe babën e kom pas. Për babën e di, po. Edhe për nonën, a nonën më fal. Babën halal. Se të kam rëndu nonën me fjalë. Hajk në... A mund është me kërë? Shumë emocione. Ani, me emocione ma mirë del. Non më fal, ma ban halal, sa t'kam randum, ti non me fjal, tash jam pëndu shumë, kam drishum, më fal t'lutem më fal t'lutem nan më fal t'lutem sa t'kam randum, ti me fjal, tash jam pëndum, shumë t'kam randum, më fal t'lutem më fal t'lutem Allah i më shirof nëna tona që cilët si kemi ma e na bashkof me të në gjenet. Amin, ja. Kjo kje veç një fjallë, një refren, që ka më më tekst, se nuk e që është tekst që po veç
Se ka edhe një fjalë këtë me kënua shumë. Teksti jot është? Teksti, po, me ditë më nënë se kam ndryshu. Po, oj nënë më falë muhe. E di, du me thonë që e kera nune e nona, në shallën e ka ba halal. Subhanallah. Këtë po ja u dim vlerën, unë po fajas për vetin, po dhe për për këtë, masi po na shkojnë nonat. Unë ishte shkure para menoj, me ta kisha pas gjallë. S'kisha bërtit, s'kisha... edhe për babën e kinjo. Hajde kënaja. Një mërzie më dhe zemrën më ka djek, u të bon familja, baban sot më kanë dhek, qish jeti mu bona në prak të rinis, e për në colla babën nga pragu i shpis. Ah bab gjallë të ishe, karshi me jeti të rishem, këto derde unë s'do t'i kisham, rahat me ti bab, unë do t'i isham. Ah bab gjallë të ishem, karshi me jeti të rishem, këto derde sot s'do t'i kisham, rahat me ti bab, unë do t'i isham. Mashallah. Memi, hiti jot Burgu i Zi, o Burgu i Zi, shumë të burgosër, i përshëndesim këtë burgosër. Allah i liroft, inshallah, sa më shpejt të burgosërit ton. Amin. Të varfërit ton t'i pasuron. Të sëmurit ton t'i shëron. Të vdekurit ton t'i më shiron. Qëtu ki kalëzut që një me jetë gjëmatli i më lazekës. Zavenci ati, inshallah. Inshallah. Amin. E Burgu i Zi u kon hit, po. Burgu i Zi, po, dhe kam beta, dhe jo do beta. Qëka t'inspiroj me bo ato? Po shife, e shifsha që ketë kurbet. Thash, sa vlazni tonë, sa shok tonë në për burgje. Thash, më shkoj ideja, thash, me bo, thësh atina menagerit e Grën Berishës, mirë të ki idejen. Tha, bere edhe melodine, bona edhe tekstin e shkujtëm, kur e kanë gu studio, kanë konë këngëtar, producentë. Tha, allo pa u kënu, vesh melodinë, tha, kjo ka me ndesë. Edhe një me ndezi, në atë kohë thënë pi 1 milion edhe s'ka pos kopertina, vesh kaseta, vesh tampicin edhe. U shqitqin, a? Shqitqin, valla. Ka sa? Valla shumë ka shku, mbi 1 milion ka shku e tepër. A të vishin pare ti? Po vishin pare, më kanë do shumë, kanë pas menager, kanë pas Zvicers, kanë pas sa një kompani, kanë pas shumë. Po një treti, po s'ka, së konë punat e pari. Si, po. Në më dhe më banë vitu dhe tjerës biti. Isha me një mbëltore dhe më shirë njoni, më shirë, tha shka shirë, kitha. A jeti që e kënë Lamborghini Zi, po, s'ka. Kur e ka qitë krajt, ketë prejmë, thash lene, tha, shkan frike, tha shkan zonë, tha, 20 vjetë në burë, tha me kongën tone. Hajde kënoje, me, Burgun e Zi. Ta shmështina ato vitet 95, 96. I vetë muar janë këtë natë, si një zongë që rinë ka fans, as pak gjumë s'kam nësim, s'muj të bajken shpirt rahat, o burgizi, jetën ti mu ma kënzim, o burgizi, qafnaj more shumë djem të rim. Sa të lumë tur janë shok të mi, nga një jerë mjapin nga i ret, pse atë shumë e mundon vetën o shok, s'je i vetëmi që po jek, o burgizim, shpirtin ti mu ma kënzi, o burgizim, në qafna i more shumë, djem të ri. A dikush më kujtu tash? Agim Islami. Pa e përshëndes shumë vllajën ton Agim Islamin, i cili pa drejtësisht është në burgun i Drizovës, që sa vjet thret apelon, keni bo pa drejtësi, është i burgos me burgim për jetëshëm. Allah i dhash sabër, Allah i ndihmoft. Agim, jemi me ty kejt, po mës hara, i kumë thonë edhe në privat, burgi më i madh është xhenemi.
Dunjoja, pi burgi dilet, pi burgi, apo tanë? 100 vjet, 200 vjet, dilet. Dilet, a pi xhenemit dilet. E beda. A beda, Allah i na rujt nga i burgi keq. E kishin vetë për shnetin njonit, çfarë dëshire kishe pas e kanë thonë sun. Po. Koni paralizum thanë shumë, që sen, ama nuk konë islam. Thot, me të dhonë të shnetin Allah, farë dëshire, tha, 3 kisha pas. E para, tha, koronin njerë, tha, ta shpalosi me dorë të mija, tha, veç këshu e lexoj, qëtër kur shta qelë. Subhanallah. Ne kena të mësi. E dita, tha, njerë, binë se ishte, tha, Ta shijoj se ishte. Sejtën. E treta tha, ku të vi, tha, pi bajromi, tha, ta përshafaj nonën babën. Tha, ku ko, tha, që e tha, më kuti. Tha, ti këto mundësi ti ki, unë e ti, pse më shme shfrizum. Që i të farë dëshire ka pas, edhe këtë tha, unë koli ko qitë, paraliz. Po, vallaj, ane, qnosh, Harrojmë begatit çka i kena. begatit Allahit, po. Çka i kena? Këtë mirat, shfrizonit mirat Allahit. Për qafimi i nonës. Ko gëzimi ma i madh prindri nonës. Hajde të lut në një ilahi për nonën. Shtaj me pëkut e krejt. Plan e kam pas, na i her me u këthi, ashtu moj nan, pa ta premtu, se do t'i bëj, ka që vjen gurbet, as njëher mendja nuk më ka shku. Plan e kam pas, na i her me u këthi, ashtu moj nan, pa ta premtu, se do t'i bëj, ka që vjen gurbet, as njëher mendja nuk më ka shku. Ah, moj nan, shaj për mu, sa shumë male detram, mes ne shkan qilum. Ah, moj nan, mos vajto për mu, sa shumë male detrajaj, mes ne shkan qilum. Non, lotësh non. Allah i më shiroft. më shiroft. Nona tonë. Nona zvjen ma valla. Zballa, po. Valla, kush e di sa i ka gjallë për qafojni as of Allah i thonë kura më si thujni nonën. Po, valla. Për qafojni putni ball. Babën, nonën, po, sidomos kanë thonë babën e mirë, nderoje babën e keq duroje, babët ke s'ka, po nërë s'provve. Po, dhe po. Për qafimi familjes, mos duhet më dojtë që të thonë Allah më ishpashive, është një, i dërgur mi Allah i të vje, du një më ndej, nane e baba. Po, dhe po. Memi. Se nane kam thonë, Po. Memi. se ne, sa kemi ndigju që ashtu se nuk jemi asa gjallar, pa me përë, po. Ja, Kjo është teme hapër. po, te me hapër. Memi, çfarë mesazhi ju kishë dhënë atyre që nuk e falin namazin? Mos t'i shkojnë Allahit pa namaz. Allahu Akbar. Problemi madhe me shku pa namaz. Si do t'a duni shokun e se du në dy një mos t'a shonë gjenet. E ke dash shumë, ke pas ma bet, ke pas shumë, e ke dash, në thonë ku t'a shonë gjen. Sështë. A be ka shku para mu, para ti ka shku amën. Subhanallah. Me shku pa iman. Se ketë punët, ke bo punë të këqia, falu. Ke bo zina, ke bo redel, ke bo, ke vjetë, Allah i thot falu, mos des pa namaz. Namaz jos do mos do. A be shtrind, iq, në kom, ullur, falu. Allah i më shirë që ma pa namaz, valla, mos i shkën Allahit. Namazi kryesorja, pyetja e parë që të bëjnë në vërtën është namazi. A e ki namazin rregull, këtë punë të rregull, se ki namazin. Ajo është, po alhamdulillah që në ka ullzu Allah i namazin me fal. Sa vete ka shku pa namaz. Kota e buk, kota e pun, kota e miliarder. Si të në këti ku bëne. Valla alhamdulillah, banesa, kera kam, a fal. Ja, thash kur gjos ke ba. Ne e në gjëmo, kur gjos ke ba. Këtë bina të nuj. Namazi është dhe mëzdo. Vizë dhe ador ka thënë edhe në shpjet, një mërë që s'ka namaz, as buka nuk i atë. Po dhe po. Allah shpërlef. Inshallah Allah i ullzon, se valla do të me ba duva. Isha shumë vetë rinia, valla,
S'ban me thonë sina dhe nejna, unë maj do piketve, maj kesh piketve. I shonë, në sabah namaz, suno, falësh, një saf. Rinia që duhet mu gjallnu sa shpia, një saf, ma shumë pleq. Ep selam, kujti ep selam, 3-4 vetë në jetin. E fola 9, e fola 10, e fola 11. E s'ka arsye. Sa veta se shumë i dilin me si të dalë. A namazi është kryesorja. Ajdi pastar, bismillah, sefte bisedon me Allahun. Allah na mësof këtë inshallah. Amen. Amen, për vdekjen. Shumë të ri po vdesin. Një shtjellim kësaj. Desin kjo vdekje pa pritur, shenja kiametit, si kanë thonë dietarët, një shenje, kjo është shenja kiametit, Allah alem bin muradi aman, thënë që për qatë pregaditu se di kur e ki vdekjen. Shumë veta, thënë, dhe falna për nërë, ta marë të gjallin, bëj që kaqë, ta bëj ketë, ta bëj kure shonë nesër, bëj qesin, jo një posh, jo si, njoni kishtë tonë dhe pisot, dhe bëj qka s'mos nesër dhe pendona, ra me fletë edhe nuk u zju. Ra me fletë nuk u zju. A be posh, e po, mos e vano pendimin. Shpejtoj, pendo, para se me tarë vdekja. Mos e prit vdekjen pa pendim. A be i ri jam, i ri, pe ja tregova dhe njonit mesele, se shumë kur të merë pjesë në përra gjallar, kje, edhe isha, po, a garanton që nesër, po, a be i ri jam. Po, më thash një mesele, i shkon një gjemat plak, te miri gjdo herë ka quë në shpinë gjami. To, a më nesër e selam hoxha, a gji filoni s'kanabe, a e kon musoj s'puntë, se më s'kan druje ta shomi, e falin sabajnë, kur shkojnë trokinet e dera, selam aligalim, selam, a ba gjajra Allah, si e mirë, alhamdulillah, po s'po del tash më s'ken ndru jetë, jo, po tha, më mirë jam shnash, pa i rive që mojke, kanë ndru jetë, atë s'ka kush në më qese. E kanë prit plakin, ki kanë ndru jetë, kur mos jetuj, duke shtatë ka rend, jo të alloj s'kar, të alloj ka rend, a i ri, a plak, të alloj rend ka, duke shtatë që e murë pa rend, se në përzimin caktimin allajt. Zdijet a plak a i ri u vdes këtë? Për qa jo, është sona, për qatë pendo, prit e pendimin, prit e vdekjen me pendim, mos e prit vdekjen pa pendim. Subhanallah, se valla bila, si kalzojnë, pa namaz fështira, është pa Allah, inshallah, i dreton këtë dhe neve. Mimi, ti edhe për kur je konë gjahiljet, para se më udhëzu. Po, këmë fol namazin. Po, e ki fol namazin, alhamdulillah, që kanë shumë e mirë. Po, edhe ki pa. është një gjuna që shumë e përdorin rinia dhe pleç. Ne ka ne jo, ma ne shikohemi në këtë trevat shqiptare, alkoholi. Qëfar komendi kështë po, qëfar mesazhi u kështë thonë ative që pinë alkohol? Alkoholi, po ti, suna, unë se kom provu, e di, shala, alhamdulillah që ka dhe do kolegë se kanë provu, anë se kënajnë. Po dhe po. Valla. Alkoholi me katë është. Me katë Allah e ka ndalu. Si thoi ti, për ka artë haram të jas Ebu Bekri, e ka derdhen, me djene e ka derdhen. Po se kanë provu iq. Ajo, amon, ti sa di e përdorin, po, inshallah, Allah i largon alkoholi është. Nonat këshijave këtë, muzika e. Ka preferu alkoholi, muzika është. Pa alkohol ti edhe ai nuk këndon. Shumë veta, po. E thot na knaqi. Subhanallah. Ka edhe ma të këshia. Aman dhe me thonë, inshallah e le, inshallah namazin, nëse fal namazin, pejgamberi selam, këtë këqia të ekin. Po i largon namazin, pse lidhet me namaz dreka, atë. Ja Resulullah se kalon, dhe ta lone, ka sinqert namazin. E lash donin, e lash muzikan, e lash kretë. Ka për namaz, valla i të largon, pse dreka, ta bësh një punë, jo në gjami, jo një ders, jo qindia, jo akshami, jo jasia, me familje, jo kuran të lezu, largosh për aromit, apo e kallë dhe falmeret e kum lanë, apo shkim, s'dube, nuk kref, falmeret, e tu largu, tu ftof, namazje mbrojtja, kresoria, valla, bilaba. Inat e alkoholi, bili dhe bëjnë hajkore ato. Hajkore, po, në ato kënash një gotë, ta qelzonin. Po dhe po, ta qelzonin edhe thëjnë, kispi se kjo është haxhi. Haxhi, po, shumë e qashtu. Shumë vetë, edhe nuk ka talli me fej, bash njënit i vetë, tash një boni në zetë shumë kjo, ale ma keqo se alkohol, tash në zetë, tash gjenemi ale ma në zetë të gjo, o haxhi i shkon, aja kon, tash jam kon, po në ka Allah në ka kalëzu dhe për nga meri, edhe talli me kon nuk ban me kuran, edhe hini masin gjami, tash Allah e falt, ta e kon kuso, duke shtot, kush o këthipja gjithë, shumë kete për, i thash, mirë pas tash kush kam bet pa shku. A kam bet, a këtë kena me shku të Allahi. Me të rifi.
Kush u kthi pjesi? Edhe me ta nxalltit, nëse s'ki bindje ti nuk beson. Subhanallahu. Jo, këtë kush u kthi prej atje të kanë shumë merak me e përdor. A më thuj kush ka mbet pa shku. Hajde. Kush ka mbet, këtë shkëm të Allahi. Po. Ama jo, diçka duhet me thonë me këtë kush u kthi. Demek le të kthej dikush prej atje, atëherë kisha besu. Po ashtu atëherë këtë kishin besu ashtu. Pa pejgamberin mija pejgamberin shkë pa besue pa dërgumin Allahit. Tha nuk kapi neve. Lene ja Muhammed. U mërzit. Në përderisa shkon me kështu, në përderisa përpara shkojsha shumë. Tash po, shkoj amon te si thon njëri më obligim. Ajo obligim ai dersi ata kopshtet e xhenetit në Bashkamia. Po alhamdulillah, po marr pjesë. Sidomos kur ka dimën, se thonë kur dimnin ma ngrohta, ma mira. Ma qef. Se sahabat kur ka dimni janë gëzu, pse? Derse nata gotë, për ligjerata, kanë agjëru ditën. Dita e shkurt, nata e gjatë. Nata e gjatë. Me sport diçka mirë është? Po me sport, edhe unë e kam merak sportin edhe futballin, aman. Edhe kur mirë dalë këtu në për malet e Gazibabës, esin kom. Po, kam merak. Alhamdulillah. Juventusin si e ki? Juventusin mirë, po njerë për fitra ka met, po është. Do të bëhat, po. Kete prishin Interin pas mur kur gjo. Momentalisht në një Juventus edhe një Interash. Që to, po, ale, s'ka... Unë pak për Interin me të tredardha. Hajde shalta, pak që kasë. Se njeri, kjo du njëve pak e kasë, thojnë edhe i pak. Po, dhe po. Me mi, alhamdulillah. është një ilahi që mu shumë pëlqen. Turqën është ajo. Medine. Ajo është për Medinën, po Medine e varë Hamadën, po. Po, qka është punë e kësa ilahi? Shumë e kënojnë Turqeli. Shumë e kënojnë. Edhe Ibrahim Tatlisesi, po. Nisa e to e kënojnë pak. Që pak ma të kënojnë, hajde se cita. Ato e kënojnë këto me muzika, me instrumentale. Po. Më për përësish është ilahi legendare turka. Turka është, po Ali Erxhan e ka kënu një plakë shumë i mirë. Po, Ali Erxhan, po. A pa na kënon? Këshire tekstin si dush, sa është problem? Ja, be. Edhe, verzion shqip, apo? Po, një pjesi, po. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım, vay. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım, vay. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, 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 vay. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, 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 vay. Medine'nin vizitoym, Muhammedi kuyetoy. Sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'nin vizitoym, Muhammedi kuyetoy. Taşo vendin jet kundroj, salavatem, salavatem, ti dërgojmë. Taşo vendin jet kundroj, salavatem, salavatem, ti dërgojmë. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Memi, ishte knatësime të posë, Vlatshko, në këtë podcast. Njifmi në Po, da mësë në kara rasti këshune me... Ma gjatë ba, se Allah i shpërbleft, faleminderit shumë. Për fund në këshill, nëse ka mësi. Këshill, ju kësha lut këtë rinin, zefte që ta falin namazin. Allah i ullzoft ato këtë kolegë që i kam, këthejnë rrugën e Allahut, të largon nga mekati, se nuk ka hajrë nga mekati. Inshallah,
Allahu edhe njerë të varfërit ton t'i pasuron, të vdekurit ton t'i mëshiron, rinin ton në islam të ullzon, të burgosirit ton pa fajshëm t'i liron, barë musliman t'ju ndimon, zëmgjarët me zveti helash t'i ban. Amin. Se edhe emitoj edhe Mollazekën, alhamdulillah. Lutja legjendare e Mollazekës. Allah i shpërbleft me edhe njerë. Inshallah. Allah ju ndihmoft edhe juve, je shpërbleft me të mira. Edhe me kënaqësi e mora ftesën kur më thove dje. Alhamdulillah. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ki pra ishte Memi, kurse ne shifemi të martën e ardhshëm, edhe një herë përsëris të gjithë të interesuarit për sponsorizim në podcastin Merr Frim mund të paraqiten në telefonin të cilin për momentin e shihni para ekranit për ta mirëmbajtur këtë ekip 6 anëtarësh të cilët përkujdesen për podcastin Merr Frim. Selam aleikum, shifemi.